historinë institucionale e parlamentare të Kosovës. Mirë po, nuk arritëm aty. Kur nuk u e bëhe mundur që të kemi një figurë konsenzuale, atëhere mua mu tha nga kryetari i PDK-s, atë që ka deklaruar publikisht, se ata kërkojnë që 2 kandidatët për president të jenë të propozuar nga PDK-ja dhe njëkohësisht të bëj marrëveshje politike ku garantoj që ato do të votohen në mënyrë që njëri prej tyre të zgjidhet. Unë ja kam shpjeguar me shumë dashamirësi kryetarit Bedri Hamza se një gjë e tillë është e pamundur për mua si një kryeministër demokrat dhe si kryetari i lëvizjes së vendosjes që ka statut të saj, në të cilën nuk lejohen blanko marrëveshje. Nuk mund të bëj marrëveshje pa u ditur emri. Dhe e falenderoj kryetarin Hamza që ka pasur mirë kuptim për këtë reagim timin. Nuk është e mundshme që në kryesinë e lëvizjes së vendosje kryetari të propozoj kërkesën e PDK-s që 2 kandidatët t'i marrin nënshkrimet e vetëvendosjes, njërit prej tyre i duhen 30 nënshkrimet e vetëvendosjes, tjetrit i duhen së paku 8, sa ta 22 kanë, shpresoj që i kanë 22, po së paku 8 vetëvendosjes, pra nga vetëvendosja kërkohej që t'ja jep 38 nënshkrime të deputetëve të saj, 2 kandidatëve të PDK-s, dhe më pastaj ta garantojmë që s'paku njëni për tyne, s'paku në raundin e 3 i merr 61. Kësa marrëveshje politike nuk mund bëj. Përbes njeriu kësa marrëveshje vështirë bëjë me vetëm. Lere më me dikë tjetër, e lere më me dikë nga një parti rivale tjetër. Po unë e falenderoj kryetarin Bedri Hamza që ka pas mirë kuptim për mospranimin tim. Dhe kur s'më dhanë emra, thash hajt të provoj t'ja japun në emër. Ju thash Andin Hoti. Andin Ukshin Hoti. Duke pas parasysh për i familjes që vjen, Ukshin Hoti është unik. Për nga filozofia politike, ne nuk kemi një mendje tjetër të ngjajshme, jo vetëm në Kosovë, po në barë kombin shqiptar që nga lufta e 2 botërore e këtej. Andaj, Andin Ukshin Hoti ishte një propozim i ynë, që së paku të fillojmë të diskutojmë. Nuk u pranua. Dhe jo vetëm që nuk u pranua, po nuk u pranua as kemi takime më tej që të flasim për emrat të tjerë. Mirë, ose nuk bën Andin Hoti, ma thuaj një emër tjetër, nuk mu tha asnjëherë. U kërkua vetëm të nënshkruajën çek blanko aty. Marrëveshje pa emra, po me zotim absolut. Më vjen keq, po s'është e mundur. Me gjithë vullnetin tim që të ecim përpara, po kjo nuk është rrugë e mundshme. Ndërkaq që me kryetarin e LDK-s kemi diskutuar për shumë zhvillime politike në Kosovë. Ata thanë që ne kemi 15 deputet, pra në rastin më të mirë mund t'ja mbledhë një kandidati gjysmën e nënshkrimeve të nevojshme. Unë kam shpreh gatishmëri, qoftë kryetarit Hamza të PDK-s, qoftë kryetarit Abdi Gjiku të LDK-s, që në nënshkrimet e nevojshme, që mund t'ju nevojiten për kandidatë e tyre, t'u asigurojmë ne vetëvendosjes. Nuk është pranuar një gjë e tillë, pra nuk kanë mbledhur nënshkrime të vetat për propozime të vetat. Nuk kanë dhënë nënshkrime të vetat për propozime të tjetërkujt. Nuk kanë pranuar nënshkrime tonat për propozime të tyre. Nuk kanë pranuar as ndihmën tonë në formë të nënshkrimeve për propozime të tyre që mund të jenë edhe jashtë partive të tyre. Dhe gjithashtu nuk janë përpjekur që me njëri tjetrin ta bëjnë një kandidaturë të përbashkët, sepse dhe kjo është e mundshme. 22 plus 15 bëjnë 37, mos e mjaftueshme. Edhe nëse disa s'ti japin nënshkrimet, PDK dhe LDK kanë mundur ta nxjerrin një kandidat. Kur ja shtojmë edhe 6 deputet të AK-s, 43, kjo është mos e mjaftueshme që ta kenë një kundërkandidat. Nuk ka pasur fare interesim
edhe vullnet, prandaj më vjen keq që atmosfera e mirë që kishim